Ama ja. Mo thashët 30 minuta, ti që të flasësh me mua 30. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uji Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ju e dini që në episodet tona përpiqemi gjithmonë të kemi personazhe që e identifikojnë programin dhe që kanë diçka speciale për të rrëfyer, por ajo është e gjitha speciale, se që kur është faqur për herë të parë për publikun shqiptar, rrëmbeu në mënyrë absolute zemrat e të gjithëve. Do të zbulojmë hap pas hapi jetën dhe karrierën e saj, ëndrat, por mbi të gjitha edhe vizionin, pikpamjet që ajo ka për jetën, në një bisedë shumë interesante me Floriana Garon. Floriana, faleminderit që erdhe. Faleminderit Drin, unë sa herë dëgjoj ty, nuk mund mos mendoj për bashkëpunimet tona të hershme, të Kortefielit atëherë, dhe që kur jemi takuar kemi ngjitur, kështu që të falenderoj Dhe shumë. u bën shumë vite në fakt që kur jemi takuar dhe na bashkoi media, puna, profesioni, por tani që flasim nuk është se jemi shumë larg, se jemi edhe kolegë, këto dy drejtojmë, kemi nga 2 podcaste, emisione dhe është kënaqësi kur kolegët vazhdojnë të ruajnë marrëdhënien e mirë me njëri tjetrin. Unë gjithmonë jam përpjekur që të kemi marrëdhënie pozitive me kolegët, me miqt, nëse ty nuk të quaj kolege, po të quaj mikesh, dhe kjo është kënaqësi që Unë të përgëzoj shumë dhe të uroj shumë suksese dhe ti meriton suksese dhe meriton këtë liri që ti ke krijuar vetes më shumë se sa kushdo dhe jam e bindur që të shkëlqesh. Shumë faleminderit. Si e? Jam mirë, faleminderit, e zën me të gjithë impenjimet që kam. Megjithatë Është një periudhë e mirë jotja? Besoj që po. Domethënë e mirë në kuptimin je tamam aty ku doje të ishe dhe siç doje ti kishe gjërat, apo njeriu nuk është asnjëherë plotësisht i kënaqur? Shiko, jam mësuar që mos bëj plane shumë afatgjata, sepse dhe gjërat ashtu siç i kam menduar asnjëherë nuk më kanë dalë fikse ashtu siç i kam menduar. Kam patur një ide se si mund të shkojnë dhe në fakt përgjithsisht jam afruar asaj ideje që kam pasur. Dhe për këtë jam mirënjohëse Zotit, fatit, jam mirë. Familjen e kam mirë, kjo është mbi të gjitha. Patjetër, ajo është gjë më kryesore. Edhe pastaj dhe punët mirë shkojnë. Je njeri që je si thua, organizuar deri në domethënë në një formë sistematike për ditën tënde të përgjithshme dhe për të arritur gjërat, apo shpeshherë ja lë let it flow, kur thonë, domethënë i lë gjërat që të rrjedhin ndonjëherë. Jo, përgjithsisht nuk i lë gjërat të rrjedhin, megjithatë nuk jam dhe njëri kaq i organizuar, do thosha. Lë pak hapësirë për diçka që mund dalin në moment të fundit. Siç ka ardhur koha tani edhe ritmi i jetës e të gjitha, ti do s'do disa gjëra do t'i planifikosh. Që nuk janë dorën tënde. Megjithatë, mundohem mos mbart dhe shumë bisupe, sepse fundja jeta është për të shijuar, edhe koha, dhe mundohem që atë kohën me familjen, kohën me fëmijët, ta kem aty dhe kjo mbetet e pandryshueshme. Se edhe më jep gëzim, jo vetëm se duhet të jem aty. Ke lindur në Durrës? Po. Si ka qenë fëmijëria jote? Kam lindur në Durrës në vitin 87. Një fëmijëri shumë e lumtur e mbaj mend. Shkonim plazh me familjen,
Prindit e mi më kanë futur në volejboll shumë herët, 11 vjeç, dhe aty filloi të kisha një ditë sistematike ku shkolla dhe volejbolli ishin pjesë e ditës time, çdo ditë. Sporti ndikoi, me po. ekipin e Teutës në atë kohë. Kisha shoqet e mia të lagjes, prindrit e mi ishin të përkushtuar mbas Si meje. është familja juaj ndërtuar? Familja unë do të kam- thënë e vogël. Po, unë kam një vlla 7 Po. vjet më të madh, i cili që 16 vjeç, pra unë kam qenë 9 vjeçe, kur ai ka ikur nga Durrësi dhe shkoi në Tiranë të luante basketboll dhe pastaj shkoi jashtë dhe ne kemi jetuar larg. Kështu që përgjithsisht kam qenë unë dhe prindi Deri në çfarë moshe qëndrove në Durrës? deri 15 vjeç. Më pas, Pastaj fituam llotarinë amerikane po. dhe emigruam unë dhe prindrit në North Dakota, sepse vllai im luante basketball për Universitetin e Minnesotës në afër Grand Forksit në North Dakota, ku është vendosëm ne. Po, sa mirë rastisi që dhe lotaria ju çoi në këtë... Jo, lotaria nuk të çon, nuk ne të- e zgjodhëm. ju e zgjodhët, Një okay. vend që t'ishim afër vllajt, po një vend kaq Dhe i ju- izoluar drin, kaq i ftohtë, ku temperaturat shkonin -20, ishte, domethënë, ishin vite shumë të vështira për mua. Sa do qëndrove thosha. aty? 3 vjeç. 3 vjeç. Dhe pse vendosi të largoheshe? Sepse nuk ishte vendi që unë doja. Domethënë ishte një vend ku prindrit shkuan atje, Po. unë mbarova gjimnazin dhe u integrova në atë kulturën amerikane, po unë doja New Yorkun, unë doja qytetet të mëdha për t'i përjetuar. E shijove Amerikën? E kam shijuar, po, e kam shijuar. Ato vitet e para kanë qenë vështira në përshtatje, do thosha, po pastaj më vonë, kur zgjodha të shkoj në New York, aty gjeta lirinë time, i bëja gjërat si i doja. Si ishte, dua të imagjinoj Po. pak, me që se jemi dhe në late night, si ishte jeta edhe në New York? Një jetë shumë dinamike, ku shkoja në shkollë, punoja, luaja volejboll në atë sezonin e volejbollit që ishte, dilja, kisha shoqëri, e shijoja New Yorkun Me energjinë maksimum, me gjithë kapacitetin tim, megjithatë një jetë studenti, do thosha, gjithsesi. Pra, për ta shijuar e kam shijuar. Kishe një sy nga Shqipëria në atë kohë, Floriana, apo jo, po përpiqesha të ndërtoja të ëndrrën amerikane? Shiko, një sy nga Shqipëria kam pas ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme, nuk e dija që do kthehesha, Po. por ama vija shpesh në Shqipëri, 2 herë në vit. Më shijon te jeta e natës në patjetër, se Shqipëri në atë ajo- kohë, dilja shpesh, e shijoja Shqipërinë. Kur kthehesha në Tiranë, jo më në Durrës, rrallë shkoja në Durrës, dhe zura të shoqërinë time edhe në Tiranë dhe e pëlqeja këtë gjë. Është New Yorku vërtet kështu ekstravagant, ka atë... New Yorku ka qenë jashtëzakonshëm. Unë nuk e di se si është më, thonë që ka ndryshuar, edhe unë kur kam shkuar tani kam shkuar si turiste, por atë kohën që unë e kam jetuar si studente ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe mendoj që ishte një ndjesi lirie që mua më formsoi dhe më ndryshoi edhe karakterin, do thosha. Vërtet? U bëra më luftarake, u mësova të përshtatesha me gjërat, u mësova të kërkoja ato gjëra që më duheshin dhe kisha nevojë. Po amerikanët kështu si që- janë? Djemt amerikanë. Tani, amerikanët, nuk mund të them për New Yorkun, sepse New Yorku Po. është një melting pot, pra aty shkrihen të gjitha Po. kulturat, edhe ti nuk është se sheh kaq shumë amerikan, po në North Dakota unë pash amerikan. Njerëz të ngrohtë, të cilët më kanë mësuar një gjë, që të jem pozitive dhe të shikoj gjërat pozitivisht, dhe kjo mu induktua mua që atëherë në adoleshencën time dhe më ka shoqëruar pastaj për gjatë gjithë rrugës. Është diçka tipike amerikane kjo po Tipike thua? amerikane. Pra ti mendon pozitivisht. Nëse në Shqipëri ti shikon njerëz që ankohen, që kuptoj. mërziten, që amerikanët nuk janë kështu. Amerikanët janë kurioz, janë të interesuar, janë pozitiv, i shohin gjërat për mirë. Pra ajo poja është po dhe joja është jo, Po, kur dhe- thonë që je shumë mirë, dukesh mirë, nuk kanë atë falsitetin. Nuk e ka, jo, Se ndonjëherë thonë që amerikanët e kanë dhe këtë, dukesh shumë bukur, pak kështu si... Shiko, ajo është mënyra e tyre për të dukur pak pozitiv, ose Okay. për ta nxitur pozitivitetin. Deri diku mos jetë kaq e sinqert, por pastaj ajo e merr rrjedha e saj dhe zhvillohet mirë marrëdhënia. Po mirë, çfarë ndodhi pastaj? Pse nuk vazhdoi qëndrimi atje? Shiko, unë zgjodha të kthehesha në atë kohë për shkak të një lidhje
që ndërtova këtu në Shqipëri, edhe unë e kisha mbarova dhe shkollën, përfundova dhe u gjenda vetëm në New York. Prindrit e mi ishin në North Dakota dhe ata pastaj u kthyen në Shqipëri. Kështu që unë isha vetëm dhe ishte një zgjedhje, ose do të vazhdoja jetën atje, ose do të kthehesha në Shqipëri. Të vjen keq për zgjedhjen që ke bërë? Jo, mendoj që ishte fati ashtu dhe ishte shumë mirë që u ktheva. Mendoj nuk do kisha bërë diçka ndryshe. Dhe jam kthyer dhe nga Zvicra më vonë, siç ti e di. Kështu që mendoj që Shqipëria më ka thërritur do të dyja herët. Kur erdhe në Shqipëri, si e gjetë Shqipërinë? Mban mend atë momentin? Po, e mbaj mend. Si ishte? E ka plot me shpresë. Plot me shpresë. Ka qenë viti 2010 dhe unë isha shumë e entuziazmuar që të bëja gjërat e mia këtu, që të futesha në televizion, unë e doja botën e modës, televizion e kisha eksperimentuar. Po, edhe më herët, edhe në New York, duke punuar part-time si modele, dhe këtu në televizion pastaj mu hapën mundësit. E kam treguar ndoshta më herët këtë, po ka qenë fare rastësisht. Unë kam punuar për një emision të shkurtër të Eagle Mobile në atë kohë, që prezantoja një shorte në Klan, dhe aty mu dha mundësia për një muaj unë isha live, aty e pash televizionin dhe ju thash atyre që unë kam dëshirë që të vazhdoj të punoj këtu, edhe pastaj mu ofruan. Do më thënë ti e ke dashur, si thash, kur thonë e ke manifestuar plotësisht atë gjë, dëshirën tënde për të punuar në televizion. E kam përkuar, sepse shumë njerëz më kanë pyetur, po jo si u fute, se vështirë, se kështu, dhe në atë kohë ka qenë më e vështirë në fakt se sa tani do thosha. Pra nuk është se gjithkush futej në televizion. Po, e vërtetë, se sot edhe me një foto, me një video, t'ja dalësh bëhesh popullore. Megjithatë, unë ndoshta kisha një qasje ndryshe që ma kishte dhënë edhe Amerika, dhe njerëzit nuk e shihnin shpesh ndoshta edhe këtë pozitivitetin tim që më karakterizonte. Por më lejo të të komplimentoj që ke qenë dhe je një nga imazhet më të bukur të televizionit dhe të jetës publike në Shqipëri. Por pyetja që duhet bëhesh, atë ka cënuar ndonjëherë kjo, Floriana? Kush? Të qenet e bukur, e pashme, në qendër shpeshherë të vëmendjes? Asnjëherë, përkundrazi, vetëm ka plotësuar dhe vetëm ka dhënë mundësi, do thosha, sepse unë e kam ditur që kjo nuk ka qenë asnjëherë primare për mua. Pra, ka qenë një armë shumë e fortë që unë e kam përdorur, po që unë gjithmonë jam zhvilluar në anë të tjera. Pra, kam zhvilluar të mësuarit edhe gjithçka tjetër që ka lidhje me intelektin edhe me shtetërore. Por ka në Shqipëri një pjesë shoqërisë që e paragjykon ndonjëherë të bukurën, sidomos te femra në televizion? Po, paragjykohet, mendoj, po, më shumë në Shqipëri do thosha se sa jashtë, sepse jashtë edhe celebrohet kjo gjë. E vërtet, po. Në Shqipëri është paragjykuar se një e bukur thjesht nuk mundohet nuk është e zonja mbase në... nuk është e zonja, ose nuk mundohet që të bëj diçka përtej kësaj. Edhe në fakt kjo s'ka qenë e vërtet. Unë kam mbaruar shkollën me rezultate shumë të mira, Universitetin në New York, dhe kam ditur gjithmonë që bukuria thjesht do ishte plus, edhe unë do zhvilloja anë të tjera pastaj të. Aq më tepër kur është edhe kaq pure, kaq bio. Faleminderit, po, më ka pëlqyer kjo. Jam munduar që ta mbaj veten natyrale, sepse mendoj që vetëm me natyralen nuk konkurohet dot. Po nuk e gjykundra edhe... Jo, unë mendoj që ata njerëz që e ndjejnë se mund të përmirësohen, le të përmirësohen, por nuk janë në të bërit njësoj. Pra, kjo nuk më pëlqen. Në fakt sot ka një uniformitet që duket nuk e dallojmë shpesh personazhet. Megjithatë do të pyes pak cili ishte programi i parë apo prezantim për jashtë këtë shorteon, po themi që ishte ajo momenti i parë fare. Aty Drinu nuk e dia mban mend, po un kam qenë bjonde. Po, mbaj mend. Kam qenë bjonde, kjo goca shumë e rregulluar, e veshur, bukur, që dilte edhe thoshte kush është kjo me atë theksin amerikan. E ke parë? Të duket e çuditshme kur shen ndonjëherë këto pamje të kohës? Po, i kam parë, kam një 2 video të asaj kohe. Ke qenë pjesë edhe e konkurseve të bukurisë. Po, unë pastaj fillova motin në ABC News, pra mbas këtij shorteu fillova motin. Domethënë ti ke qenë dhe vajzë për ata që mbas e shohin këtë intervistë, ke qenë dhe vajza e motit. Edhe shpesh më thonin atëherë, a di që moti mos e merr kështu se moti shërben si trampolin shumë më mirë për tu hedhur
shkelur drejt gjërave më të mëdha. Ama e mban mend atë si e bëja atë në pjesën veri perëndimore, si ishte? Atë thot, ama bëj kështu. Tani nuk e kujtoj, po. Ama jep një kështu, një përshkrim të shkurtër, atë thot. Po pjesa juglindore e Shqipërisë do të jetë me vranësira, ndërsa kjo diçka e tillë tani, nuk por unë kisha një gjë karakteristike, që kisha një të kthyer dhe të ikur. Po, të shpejt. Shumë ushtarake. Ajo ishte karakteristike në fakt asaj kohe. Moti dilte shpesh. Po, çdo një orë. Po, dhe unë isha vazhdimisht në vëmendje. Çfarë ndodhi pas motit? Pas motit, unë Doli dielli. përfaqësova Shqipërinë Po. në Miss World në vitin 2012, ajo më dha realisht një jump, një spunto shumë të madhe, sepse mora shumë vëmendje. Sigurisht në atë kohë ishin gazetat edhe nuk kishin dalë këto portalet, po ishin gazetat që shkruanin vazhdimisht që përfaqësuesja e Shqipërisë, pra unë isha Miss Albania në atë kohë, shkova në Kin, një muaj, dhe Miss Bota ishte një eksperiencë shumë Ja, ndër kur e mendon, shumë e bukur, edhe të ecurit. Shkëputesh ashtë një muaj nga të ecurit. Po, dhe kam qenë krejt e lirë. Duket si botë tjetër. Krejt e lirë, domethënë e kam, nëse do kthehesha në Kodrin, e vetmja gjë nuk do ta kisha përjetuar kaq shumë këto sikletet edhe gjërat e vogla. Jo, gjërat e vogla që aty të duket sikur të bëhen padrejtësi të mëdha, dhe në fakt ti kupton me jetën. Kam thënë ndodh gjithë. Që padrejtësit janë pjesë e jetës. Edhe thjesht po ta kuptoja në atë kohë do më dymonte më shumë për mos u ndjerkeq. Po. Por një program që ty të ka identifikuar shumë ka qenë jo vetëm modë. Ja kam përshtypjen që ishte ikona e vetme ati programi dhe që e plotësove më së miri dhe kishte risi për temat që trajtonte, personazhet e ftuar, mënyrat se si realizoheshin dhe realisht u bë një program shumë i dashur. Si e mban mend atë periudhën e jo vetëm mod, po themi? Shiko, unë e doja televizionin dhe doja që të bëja një program si jo vetëm mod. Pra, jo vetëm mod çfarë ishte? Nuk është se unë bëra jo vetëm mod. Jo vetëm mod u bë si Floriana. Po pra. Kjo ishte I dhe karakterin dhe identitetin tënd. I gjithë suksesi i saj. Pra, nisi si një gjë që unë tisha në ekran, po pastaj qëllim për mua u bë që unë të jepja gjëra interesante, me vlerë, që njerëzit i donin, i pëlqenin. Pra, nuk ishte një program si përfaqësor. Unë i futesha më thellë edhe kronikave të caktuara, edhe personazheve të caktuar. Dhe në fakt atëherë kishte dalë kjo kultura që bëj shpejt, se nuk ecin këto të gjatat, se këto gjërat më ritmike ecin më shumë. Po unë nuk doja, unë doja të qëndroje asaj formës klasike të të bërit televizion. Po nuk e tja ishte klasike realisht. Unë isha në për terren, kjo e terrenit, atëherë kishin filluar njerëzit që dilnin më shumë për studio, jo shumë në terren, dhe terreni shikoi kështu si gjë dytësore, dhe unë i dhash një dritë tjetër terrenit, po themi kështu. Game changer. Po. Dhe të erdhi keq kur largove nga programe? Po. Sigurisht që merdi keq, por ishte një zgjedhje plotësisht e imja, aty ku nuk e priste askush, sepse jo vetëm mod përfundoi edhe sezonin e 5 shumë të suksesshëm, audienca ishte shumë e mirë dhe askush nuk e priste, po unë njoha tim shoq, u dashurova, vendosa që martohesha dhe mbasi e diskutova me të. Po nuk ishte e mundur që ti ta vazhdoje dhe programin? Jo, unë shkëputa për të shkuar në Zvicër. Pra, ai nuk erdhi në Shqipëri, unë vendosa që të shkoj në Zvicër, dhe sigurisht që nuk mund ta vazhdoja, jo. Nuk mund të, domethënë, tani që e mendon, nuk të mungon televizioni në kuptimin që do kështë dashur, të kështë gjetur një zgjidhje tjetër për ta vazhduar karrierën televizion? Jo, Drin, jo, domethënë, unë më plotësoj ajo dhe kam përshtypjen se çdo gjë që kam bërë në jetë, ja kam marrë atë maksimumin e vet dhe e lë më pas. Dua të them këtë, dua të marr një ndjesi nga ty në këtë moment kur vendose që emisioni do ndaloj aty dhe ti do nisi këtë jetën e re. A kishe një boshllëk brenda teje për emisionin, po themi për televizionin? Po shikon, ndonjëherë më mungonte, po unë isha kaq e zënë me të përshtaturit në një jetë tjetër, saqë nuk është se e mendoja kaq shumë, sepse duhet mësoja frëngjisht, që e mësova, isha shtatzan, pra duhet kujdesesha për veten, po futesha në një kulturë tjetër në Zvicër, po njihja njerëz të rinj,
një shtëpi tjetër, gjithçka tjetër, kështu që nuk pata shumë kohë. Duket sikur është shumë e lehtë të dashurohesh me ty. Wow, faleminderit. Por kam përshtypjen që duhet të jetë shumë e vështirë që të marrësh dashurinë tënde mbrapsht. Si është në fakt? Marrësh dashurinë time mbrapsht? Po se me ty mund të bie shumë kollaj dashuri. Vështirë është me thënë drejtë. Po S'ma që për njëri këtë pyetje. Po, besoj që pretendime kam goxha. jo, domethënë Kam për çdo gjë pretendime. je një që fal dashuri lehtë apo je tërësisht domethënë vështirë për tu Shiko, unë fal dashuri në për përgjithësi. tu jo, po flas Po për dashuri romantike jo, nuk fal. Sigurisht jo. Pra, Jo. duhet të se duhet të hyj pak tani tek marrëdhënia jote me bashkëshorten dhe me njohjen e të. Si u njohët mbi të gjitha dhe si ta fitoi zemrën. Nuk ka qenë, nuk do thosha që ka qenë dashuri me shikim të parë, sepse ne jemi njohur online dhe kemi zhvilluar marrëdhënien tonë duke folur në telefonata të gjata, për një kohë të gjatë, në fakt, përpara se të takoheshim. Sa kohë të gjatë? Po rreth një muaj e gjysmë, do thosha, Okej. po çdo natë tani. Po. Duket si muaj të tërë ato. Një muaj e gjysmë të flasësh pa pushim edhe në fakt shumë intensive. Të dërgoj ishte. mesazhe? Po. Dhe ti ktheu Po, direkt por mesazhe. ishte një mesazh ndryshe, do thosha. Mënyra e tij të shkruarit ishte ndryshe nga Ishte në rrjetet sociale. në LinkedIn. ka Okej, qenë. në LinkedIn, Po. më profesional atë. Po. Vetëm ishte platformë që unë e përdorja dhe tash këtë jetë ndryshe me Okej. siguri. Dhe në fakt e nisi ashtu ma fitoi zemrën, ai është njëri shumë i drejtë për drejtë, shumë i mirë, shumë i dashur, shumë gentleman dhe mua më ka pëlqyer fakti që ka një forcë karakteri që nuk e gjen rëndom, Pra ti pra ishe- shumë i vendosur. Ti ishe në Tiranë akoma kur fillua të flisnit. Dhe kur dhe ku u takuat? U takuam në Portofino, në Itali. Dhe tani mendoj që unë në atë kohë kam qenë vërtet shkëlqejnë shumë e diskutuar edhe në Tiranë. Ai thoshte unë vi dhe të takoj, po unë nuk doja, sepse thashja do na shikoj njëri, do fillojnë këto gazetat e Po. portalet në atë kohë edhe nuk doja, në Zvicër nuk doja të shkoja si ishte vendi tim me njerëz të tij. Kështu që u gjet një vend Kështu që neutral. gjetëm një vend Një vend neutral, më neutral se Zvicra. Dhe ka qenë shumë e bukur. Ndodhi ai kliku sapo takuat? Po, ndodhi edhe mënyra se si edhe shikoja, mundohesha gjatë gjithë kohës që edhe të përfituroja. A do ishte ky njeriu që unë do kaloja jetën? E përfiturove direkt si apo jo? babain e fëmijëve të tu? Shikodri, në Domethënë, atë kohë që si vendose që- në atë kohë që ne u takuam, dhe në fakt nuk kam folur në detaje për këtë gjë. Po në late night tani do Po, flasim në pak atë për kohë to. që ne u takuam, unë kam qenë 29 vjeçe. Okej. Dhe 29 vjeçe i thon para 10 vjetësh, para 10 vjetësh ti kishe një lloj pritshmërie që 29 vjeç tani duhet gjesh njeriu që do kalosh jetën Po, se çdo vajzë, Po, çdo vajzë dhe mendon se. sigurisht që unë nuk është se kisha të dëshirën për aventura ose kisha kaluar gjithashtu dhe një lidhje 5 vjeçare, kështu që doja diçka serioze, sigurisht. Dhe unë e shikoja edhe me atë sy. Dhe ai çfarë moshe ishte kur 2 vjet më i madh se unë. Okej, Domethënë po, 31 i po. ri, por ama Mosha shumë ideale, po tamam. shumë i pjekur, Okej. shumë i pjekur në krahasim me se 31 vjeç Po. tani nuk tingëllon më njësoj, por ama shumë i pjekur dhe kjo më ka joshur tek ai. Cilat janë ato pikat më të forta të ti si karakter, po themi, Po, apo si? ja, e thash, domethënë pjekuria, vendosmëria, fakti që është punëtor, është shumë i ka qëllimet e përcaktuara. Cili është profesioni i ti dhe Është avokat. Është avokat? Është avokat Okej. dhe mua më bënte shumë përshtypje. Shiko, ai është rritur edhe me ato vështirësitë e një emigranti në Zvicër që mundohet që t'ja dali vetë bashkë me të gjithë vështirësitë. Ai nga është në origjinë Floriana? Nga Tirana. Nga Tirana, okej. Është. Ka shkuar në Zvicër 10 vjeç dhe aty është munduar, domethënë në çdo formë që të jetë më i miri edhe në shkollë, edhe që të hapi zyrën e tij të avokatisë, edhe për një emigrant në Zvicër nuk është e thjeshtë kjo. Nuk është se prindrit i kanë mundësuar këtë jetën që të jetonte si gjithë shokët e tij. Po ndërkohë ti besoj ke pasur dhe shumë
admirues, po i quajmë njerëz që të kanë dashur dhe të kanë pëlqyer, besoj. Nuk e ke vuajtur shumë mungesën e një alternative, por fati e deshte që ky të ishte burri yt. E deshte fati, po e desha dhe unë. Po pra. E desha dhe unë sepse unë kam qenë shumë specifike në kërkesat e mia me mendjen time. Pra unë doja një njeri që t'ishte serioz. Shtu e kam dashur. Pra t'ishte serioz, ti kishte gjërat në rregull, komunikonte mirë, ta kisha si shok. Pra të gjitha këto gjërat një njeri që ja del vet jetës dhe këto ishin kriteret e mia. Por u ambientova në Zvicër. U ambientova, megjithatë mund të them këtë gjë që asnjëherë nuk u ndjeva si peshku në ujë, po themi, sepse mirë, ti ishe një vajzë e stërvitur. Gjuha të penalizon shumë. Sado që unë mësova, domethënë mësova dhe frëngjishten, unë nuk e flisja asesi në një mënyrë asnjë gjuhë huaj të shumë e vështirë. Jo, me anglishtën e bëra, pra unë nuk e ndjeja këtë gjë në Amerikë. Por komunikimi është një nga pjesët e më të rëndësishme të karakterit time dhe të forcës time dhe të asaj që unë jam. Kështu që unë nuk arrija dot që ta përçoja veten time për atë që isha tek ata. Erdhën në jetë 2 fëmijë. Po. Që ti kesh me jetë, dhe ti kesh shëndetshëm. Si ishin të dyja këto momente shumë bukura të jetës së? Shiko, momente shumë të bukura, me djalin e kam përjetuar më mirë, me vajzën nuk ka qenë e thjeshtë, kam pasur një lindje të vështirë, unë rrezikoja edhe ta humbisja vajzën, edhe veten e kam rrezikuar, pra lindja ka qenë e vështirë, ajo ka lindur përpara kohe, nuk ushqehej mjaftueshëm, kam pas një eksperiencë jo të mirë dhe ne kemi qenë vetëm të dy në maternitet atje dhe kur e kujtoj, atë mendoj, domethënë, po të kishim qenë në Shqipëri, ku të gjithë njerëzit e tu të gjenden pranë në sekond, aty gjërat erdhën në mënyrë të paparashikuar, ne ishim vetëm, mami im që është ginekologe dhe ka pritur pafund beba të tjerë, për vajzën e vet nuk ishte dot, sepse ishte në Amerikë, u desh të merrte një avion për të ardhur në mënyrë të paparashikuar, ka ardhur me shumë nxitim. Nuk ka qenë. Po rrezikoi dhe shëndeti jot? Po rrezikoi jeta ime. Vërtet? Po. E megjithatë, ndonjëherë njeriu nuk i mendon shumë gjërat. Qëndrohet në spital? Mua, po, pra unë e përjetova njerë do lindja vetë, pastaj më thanë jo me anestezi lokale, pastaj anestezia lokale nuk funksionoi, më thanë që do fusim në anestezi generale. Pra, domethënë, vendime të marra kaq shpejt, që unë nuk po kuptoja se çfarë po ndodhte. Të nisi ishte gjithmonë aty? Ishte aty, po sido që t'jetë prap, ai vetëm çfarë mund të bënte. Vajza ishte lindja e dytë? Ishte lindja e parë. Ishte lindja e parë, fal. Ishte lindja e parë dhe prandaj ka qenë përjetim. Po ndërkohë me djalin? Me djalin ka qenë shumë më thjeshtë. Shumë më thjeshtë. Pra ishte më e planifikuar. Sa diferencë kanë fëmijët me njëri tjetrin? Më pak se sa 2 vjet. Më pak se 2 vjet. Dhe aty më erdhën edhe familjarët, pra unë ndjeva më e ngrohtë. E kuptoj. Por lindja e parë s'ka qenë e thjeshtë. Po eksperienca që ti kur je larg vendit tënd, po pra, do doje të kishe dashur që të kisha afër më shumë njerëzit e tu. Absolutisht. Po ndjesia si nën, mëmësia. Nuk më ka ardhur më njëherë. Si ndodhi? Si ndodh. Domethënë si e përjetova? Unë po jam shumë e sinqertë në këtë që them, sepse shpesh thuhet, okay, dita më e bukur e jetës. Unë më ndryshoi jeta në një mënyrë që e çuditshme në fakt, sepse kam qenë 30 vjeçe, kur 31 madje, kur e kam lindur vajzën, pra duhet të isha më e përgatitur. Por, kur vjen jetë një fëmijë, ti nuk je asnjëherë tamam i përgatitur, kam përshtypjen. Gjithçka ndryshoi, më përpara çdo gjë ishte rreth meje, pastaj unë u zhvendosa krejtësisht në plan të fundit dhe isha vetëm në funksion të vajzës. Po si të bënte ndjeshe kjo? Po shiko, çfarë ndodhi brenda teje, se duhet të kuptoj për të ndjesinë personale. Në fillim ndoshta do thosha edhe deri diku e pa zonja. Thosha edhe besoj që shumë nëna e përjetojnë këtë. Unë kam kaluar një lloj postpartum depression, do thosha tani që e mendoj se si kanë qenë ato përjetime. Se thosha po vajza qante shumë, nuk e dia do jem e zonja ndonjëherë që ta pushoj, të jem një nën
siç duhet ta shijoj këtë moment, thosha pse s'po e shijoj këtë moment. Nuk e shijoja, pra erdhi me kohën gjëja. Dhe tani që e mendoj, them, thjesht këto emocione janë pjesës së tërës, ndoshta do m'ishte dashur thjesht një lloj këshillimi pak më i madh edhe nga njerëzit. Pasi ishte pak vetëm, mund të ishte kjo. Po, pak... edhe kjo mund të ishte, Krijove miqësi në Zvicër apo? Krijova, po miqësi, jo angazhime profesionale apo gjërat? Po, kisha dhe angazhime profesionale, mbaja veten time të zënë, edhe hapëm edhe 1-2-3 kompania, me tim shoq që unë i menaxhoja, po ishte një fushë e re edhe për mua, edhe biznesi, mësova atje rreth biznesit, edhe kjo ishte gjë e mirë se eksperiencë, po ndërkohë përpiqesha edhe me mëmsinë edhe me jetën e re, pra nuk ishte e thjeshtë, nuk ishte kohë e thjeshtë, të thosha. Mirë, unë do të bëj një falënderim për ty që më ka ardhur, dhe të bëj një gëzuar me këtë Disaronën, dhe të bëj një falënderim për sponsorat tanë, se ti e di që me zi kemi, kështu që faleminderit për Disaronën dhe Eurolabin që na mundson mbështetjen për realizimin e këtij programi. Faleminderit dhe Ujit Selita që është gjithashtu me ne dhe kompanisë Brunes për mundësinë që na jep për të pasur një studio sa më dinjitoze. Mirë, do të flasim tani pak për një pjesë shumë të bukur tënde dhe që t'identifikon shumë, që është PD-ja. Tani kur e morëm vendimin për t'u kthyer, unë isha mes dy zgjedhjeve, a të vazhdoja karrierën në televizion, pra të rikthehesha në televizion, ose të futesha në një fushë tjetër. Dhe aty vendosa pse jo, thash, unë po i vetë ofrohem Partisë Demokratike, që ishte në prag të fushatës së zgjedhjeve të vitit 2021, dhe thash me njohjet e mia të takoj edhe kryetarin e asaj kohe, Lulzim Bashën, bëm një takim që rezultoi i frytshëm dhe mua ofrua që t'isha zëdhënësja e fushatës. Sigurisht tani do thot dikush si vjen dikush në një fushë të re dhe bëhet zëdhënësja e fushatës. Po gjithmonë ka një fillim. Një person i njohur. Patjetër. E kisha treguar veten time në fushën e komunikimit, në fushën e medias, pra nuk është se unë isha askushi dhe u bëra dikush në Partinë Demokratike. Unë po ofrohesha si Floriana Garo për të dhënë kontributin tim në një fushë të re që nuk e dija se si do shkonte. Po si do duke ajo hyrja në PD? Shiko, mirë, mua më pritën mirë, fushata kishte atë entuziazmin e vet, gjithçka dukej pozitive. Po mirë, ti televizion nuk e tentove fare? Jo, nuk e tentova. Nuk e tentove. Jo. Dhe këtu do të bëj një parantezë të shkurtër para se të vazhdojmë me PD-n. Është më një opsion televizioni? Nuk mendoj. Pse? Sepse mua më ka munguar kjo, bisedat, të qenit me njerëzit, të komunikuarit. Po tani, interneti dhe... Tani që ke dhe një podcast... E ka facilituar, po, unë kam dhe emisionin tim në YouTube, Elevate, dhe përmes kësaj të gjitha të dëshirën time dhe energjin për të komunikuar... E çoj atje dhe më mjafton. Dhe e plotësuar. Po. Dhe e çuditshme se sa shumë ma ka dhënë kjo këtë përmbushje. Por, dua po prapë të të pyes si të duket sot televizioni? Televizioni nuk më duket më mirë siç ka qenë. Më duket i vakët, shihet, unë nuk shoh më televizor, shumë rrallë shoh televizor, shoh ndonjë emision darke që më duket për debatet e mbrëmjes ose jo çdo debat mbrëmje, sepse edhe debatet e mbrëmjes po bëhen shumë repetitive dhe nuk mëson asgjë të re. Por diçka që mua më duhet për punën, fillim kur u futa në politikë shikoja shumë më tepër, sepse doja dhe të mësoja dhe të informohesha, isha kurioze si funksiononte. Tani e di se si funksionon, kështu që jam më selektive. Por televizioni ka ndryshuar për sa i përket përmbajtjes drin. Më përpara ti shikoje edhe argëtoheshe, sigurisht. Dhe zonja për vetes që kthehen në emblema, si thua, dhe bën në personazhe të njohura, të tilla ka pasur edhe ndër vite. Ti Mosha ka ti po ke një aftësi. Por je shumë frëmë. Ti dhe je pranishme në aktivitete, në thuajse në çdo dalje të tij publike, ka disa pamje që janë bërë shumë virale, që i ke qëndruar pranë, duke kujdesur edhe për flokët e tij apo duke e krehur me shumë kujdes
Nuk e kam kreur, thjesht e kam ndihmuar. Okej, mirë. E kam shprehur këtë, nuk e di pse i është dhënë kaq shumë rëndësi kjo, sepse unë gjithmonë doktorin e kam parë si një figurë deri diku edhe atërore, do thosha. Pra, dua që të duket mirë. Edhe babai im po t'ishte. Dgjoj, është pak e pazakon në Shqipëri, se unë e kuptoj që ti ke dhe mendsinë amerikane, të jetuarit jashtë, po ajo prekja me dorë, domethënë rregullimi i flokëve nuk ka asgjë të keq, është mëse normale, po është pak nuk i mësuar ta shohim. Mendoj që gjithkush e bën, por nuk e transmeton. Nëse ka një marrëdhënie të mirë dhe dashamirëse. Pra nuk se ne kemi pasur dhe shefa pa flok, por shumë pas aty rregull. Po mirë, do ishte fshirë në gjë tjetër. Por është një marrëdhënie e bukur apo një marrëdhënie që të lodh apo një marrëdhënie që është shpeshherë vështirë për t'u menaxhuar? Si është marrëdhënia me doktoren? Jo, mendoj që ai ishte thjesht në komunikim dhe me bashkëpunëtorët e tij. Sigurisht ka periudha që janë shumë busy, pra janë shumë të zëna, sepse ai është i tillë. Pra, nëse ai është i tillë, do të ta ndjekësh sepse të detyron puna. Por ka tjetër agendën, je pjesë e agendës? Po, sigurisht. Por që jam pjesë e agendës, sigurisht një pjesë të rëndësishme takimeve unë i drejtoj, jam aty, duhet jem aty. Por ama ai ka qenë gjithmonë i nervtuar për faktin që unë jam gjithashtu një nën me fëmijë të vegjël, dhe kam edhe jetën time familjare. Nuk bëndu se doktori duket njëri tërësisht e mirëkuptueshëm. Nuk po jam. A mund të pyes momentin e parë? Dhe kjo më ka lehtësuar punën, sigurisht. Patjetër, momentin e parë kur e takove që i dhe dorën. E mban mend? E mbaj mend, po ka qenë shumë më parë. Ka qenë, ndoshta do ke qenë viti 2012 ose 2013. Okej. Pra, unë punoja ende në televizion. Madje punoja jepja kohën. Okej. Dhe ai më tha që vazhdimisht më shikonte edhe nipi i tij Arti në televizor. Ka qenë gjithmonë shumë miqësor, unë kam qenë shumë emocionuar kur e kam takuar. Po kur e takove si, po themi marrëdhënie profesionale, si ishte ai takimi i parë me të? Shiko, ne zhvilluam një marrëdhënie dashamirëse për gjatë punës time në televizion. Pra nuk është se ne nuk njiheshim. Jemi takuar edhe madje edhe në Zvicër, kur unë kam jetuar, ai ka ardhur në forumin në Crans-Montana, dhe ne jemi takuar, kemi pirë një kafe. Pra ka qenë një marrëdhënie edhe miqësore, përveç se thjesht profesionale. Dhe kur unë u ofrova për të punuar në Partinë Demokratike, në atë kohë ishte Lulzim Basha, unë shkova dhe te doktori dhe i thash që dëshiroj që të kontribojnë Partinë Demokratike dhe ai e mirëpriti këtë gjë. Nuk ishte i mërzitur që ti kishe punuar me Bashën? Jo, prit tani. Ai përkundrazi, ai tha shumë mirë që përfshihesh në komën e Bashës. Kur pastaj Berisha i doi kundër Lulzim Bashës, unë qartazi kam dalë në emisionin Opinion dhe kam mbajtur krahun e doktorit. Dhe isha shumë e prerë dhe shumë e bindur. Momenti që mbase bëre një kalim. Po, ishte momenti që unë bëra kalim total. Pati në atë kohë ndonjë reagim nga, po themi, Basha apo strukturat e tij për ne? Jo, unë i thash, edhe përpara se sa të ndodhte kjo, ja kam shprehur Lulzim Bashës që nuk isha dakord me mënyrën se si ai kishte drejtuar edhe marrëdhëniet me stafin e tij. Nuk më pëlqente mënyra e tij e drejtimit dhe ja kisha qenë e hapur me të, ja kisha dërguar në një mesazh edhe ishin ndarë gjërat atje. Kështu që unë qartazi pastaj zgjodha. Je njeriu më i duhur përveç familjarëve të doktorit apo disa bashkëpunëtorëve të tjerë të vjetër që janë Partinë Demokratike, po tani je ti një njeri shumë i duhur për të bërë disa pyetje që lidhen me ditën apo me angazhimet e tij apo me profilin e tij. Kur vjen zyrë doktori? Herët vjen, rreth orës 9 do thosha? Në 9 mëngjesit? Që do të thotë zgjohet akoma dhe më herët? Po, sigurisht. Edhe fle shumë vonë, kështu që. Po. Kur do të thonë mund të zgjohet në orën 7? Po. Okej. 7 edhe gjysmë ndoshta. Vjen në zyrë në orën 9, është një ritual pothuajse i përditshëm apo jo domosdoshmërisht i përditshëm apo përgjithsisht është në orën 9? I përditshëm, ai është në zyrë edhe në fundjavë. Ka fundjava që del në zyrë edhe pa njoftuar fare, edhe punon, bën atë punë të tij, thonë që nuk ka kur drek jashtë.
Është e Ai vërtet? ha gjithmonë drekt në shtëpi, I pëlqen gatimi I gruas së tij, ajo ja Po, bën i me zonës shumë së ri. dashuri, edhe është shumë I lumtur me ushqimin që ha nga ajo, I pëlqen që të haj shëndetshëm. Fatë është I rrallë, personazh rrallë që mund shpara punë në restorante e Tiranës apo Shiko qëllon ndonjëherë, shumë rrallë, po gjithmonë takime pune. Ose me ndonjë mik të huaj që mund të vi, po shumë rrallë, shumë rrallë. është personazh interesant doktori? Shumë interesant. Në, do të thënë, në rrëfimin e historive apo të dinamikës të Bisedës, Por si ka do- një gjë, duhet ta kapësh në atë mood, në atë humor ku ai rrëfen. Dhe sepse ka një, kur ka kamera për Po. shembull, ai flet me një lloj Po, impostimi. Atë e ka edhe në takime formale. Pra kur ti shkon në zyrë, ashtu duket, njësoj. Derisa pastaj Zhvishet nga- mund të lirohet pak më shumë. Ai do të jetë edhe- moment shumë interesant. Po, shumë interesant. Ne jemi munduar, jam lejo të tregoj një Po. kështu, jemi munduar që t'i bëjmë një mbas kamerave bashkë me stafin. me shefin e kabinetit Po. edhe drejtorin e komunikimit, por që nuk na dilte siç e donim ne, sepse ai ishte doktori në atë impostimin e tij. Dhe nuk gjithmonë, lëshoheshe ndërkohë- nga pjesa. Po, dhe ndërkohë ne Ndërkohë sa dorim ta fikeshin kapim- kamerat, Kështu ktheheshe që, tek ajo, po. po, dhe me njerëzit që ai ka besim, ai është Është një rrëfimtar I mirë. shumë I mirë, shumë I mirë. Ka një Tregon memorie histori- shumë të mirë, besoj. Shumë fort. Aha. Nuk e di se si e ka atë memorie, atë kujtes, atë kthjellësi mendimi është e jashtëzakonshme në fakt. Po na jep na zbulon një detaj për shumë të tipit të për mënyra si ndërton bisedat, çka ka diçka karakteristike, diçka që e identifikon, nuk e di. Shiko, ai rrëfen dhe njerëzit, po unë mendoj që sekreti është këtu. Të paktën unë mund ta Po, them, po. edhe tek intervista që I kam bërë me të në Po. Elevate, njerëzit kanë një lloj stepje kur flet doktori dhe e lën që të flas dhe të rrëfej, dhe ai flet dhe rrëfen. Po deri diku duhet dhe ta ngacmosh pak dhe ta drejtosh në atë drejtim ku Mos ta lësh gjithkohës. ti do që ai të shkoj, pra jo vetëm ai ndër atë rrëfimin e tij. Rrëfen për shembull për odën e burrave që ai merrte pjesë, u ishte 5 vjeç, të kthjellët për atë, që ti thua, wow, dhe thot aty e kam mësuar politikan. Aty jam bërë thell politikan. Ka momente nervoziteti apo si e menaxhon, si menaxhon situata dinamike, po themi, që mund të ketë, mund të përballet, se duket sikur e kontrollon mirë edhe këtë pjesë. E kontrollon, besoj. Apo deri diku. Thonë që edhe ka ndryshuar pak. Do me thënë, me kalimin e kohës sigurisht tani njeriu edhe ndryshon. Unë nuk e kam parë ndonjëherë që të humbas kontrollin. Ose ndoshta mua s'ma ka shprehur ndonjëherë, nuk e kam parë ndonjëherë. Sigurisht që ka dhe ai ato momentet e tij që është I nervozuar, po nuk e tregon shumë. Me familjarët e tij vino njëra ata në PD ose në Seli ose nuk e di, një nga Para vjen. Familjarët e Lulzim Bashës vinë shpesh. Jo, kisha fjalën të Berishës nuk vinë. Jo, kisha fjalën për këto, Nipër, Mbesa, këto, domardhëniet si ka me. Jo, domethënë jo, nuk vinë. Unë takoj, për shembull, Liri Berishën e takoj kur ajo ka aktivitetet e saj në lidhje me qendrën për autizmin që ka. Po jo, nuk përfshihen ata fare në organizime politike. Cilat janë ato, po themi, një pasion që ai e zhvillon, që ju e dini, këtë e ka të vetën, mos e luajte kjo pjesë. Ka diçka që e karakterizon? Jo ndonjë gjë të madhe. Domethënë ai ka përshtypje leximin. E thot leximin, po leximi I duket njerëzve jo një pasion I madh, por në fakt ai e ka ka pasion, shiko. Ishim një moment me Alfred Lelën në zyrë dhe po diskutonim për punën e leximit dhe tha, unë jam I përditësuar për gjithçka që ndodh nëpër botë. Jo, I tham ne për gjithçka që ndodh, po edhe për showbiz, Jo, edhe s'ka mundësi, çfarë ka ndodhur, sa mbaj mend ta, çfarë ka ndodhur, edhe tha diçka që kishte ndodhur atë ditë ne kinosh. Pas ka parë vërtet, domethënë. Pra është I përditësuar. Është I përditësuar me çdo gjë. Po e vuan këtë momentin e vështirë politik që duke kaluar, po themi, dinamika mes qeverisë, opozitës dhe Shqipërisë? Shiko, Berisha nuk të thosha që është njeri I lehtësisht I lexueshëm. Pra edhe për njerëzit që janë pranë ti nuk e kupton mirë se çfarë është duke menduar ai tamam. Këtë gjë mund ta them. Dhe
në momente për shembull që ne kemi qenë të dëshpëruar ose shumë të mërzitur, ai është dukur neutral. Neutral, po. Neutral. Nuk e reflekton aty të çudit dhe thua, mbase di diçka që ne nuk e dim. Po gëzimi si është shpreh, ka me formë kështu. Po, buzëqesht, qesh, Patjetër, është shumë njerëzor, shumë dashamirës Berisha kur e shikon përtej deklaratave. Patur një moment kur kishte pritshmëri që do të ishte edhe në listën e kandidatëve për deputet. Po. U zhgënjeve në atë moment që nuk isha? Shiko, edhe u zhgënjeva, sigurisht, sepse kam pritur ndoshta që kontributi për Partinë Demokratike të përçohej edhe përtej qendrës ku unë punoj, edhe tek baza, edhe tek njerëzit në për lagje, kudo në për Shqipëri. Po që ishte një mësim për mua që gjërat ndoshta nuk funksionojnë ashtu. Duhet kesh edhe marrëdhënie personale me njerëzit, që ta zhvillosh marrëdhënien me ta, edhe kjo ka qenë një mësim për mua. Pra unë jam fokusuar shumë tek kryetari i partisë, tek partia në qendër, tek media, tek përçimi i komunikimit, po jo tek këto marrëdhëniet me bazën. Që me sa duket duhet jenë dhe ato. Që janë shumë të rëndësishme për të patur. Edhe kjo ka qenë eksperienca ime, do thosha, për sa i përket kësaj historie. Ke bërë miq në PD? Do të thonë, krijojnë miq në politik, po e themi kështu? Shiko, jo miqësi të mëdha, unë do thosha, unë kam krijuar disa miqësi, sidomos me stafin e ngushtë të Dr. Berishës, edhe Alfred Lelën, edhe Akil Krajën, pra takohemi, ham dreka bashkë edhe flasim edhe për partinë edhe për punën, aktualitetin, po jo, nuk do thosha miqësi me shumë njerëz dhe që shkojnë përtej. E vështirë është. E vështirë është që t'i japësh besimin njerëzve. Unë sigurisht jam pozitive dhe dashamirëse me këdo atje, që kontribon për partinë, edhe dua që të punojmë si ekip. E ke ndjerë në PD ndonjëherë këtë që nuk, mbase ti nuk erdhe nga strukturat, po nuk e erdhe PD-s? Do thosha Adrin, sepse unë kam marrë në një moment shumë vështirë të Partisë Demokratike. Pra nuk është se unë ju bashkova, nuk do thosha kam marrë në një moment vështirë, sepse për fushatën 2021-shit, okej, ishte një lloj katapultimi, dikush mund ta quaj, edhe pse unë erdha si Floriana Garo, siç e thash, për të ofruar imazhin tim në atë fushat, dhe mirë jam pritur, për hir të vërtetës, nuk mund ta them, demokratët më kanë pritur mirë, por momenti pastaj kur ju bashkova Berishës ishte momenti më i vështirë për Partinë Demokratike, ku ne kishim kundër ambasadën amerikane në atë kohë, ish administratën amerikane, kishim kundër qeverinë, kishim kundër çdo gjë, Partinë Demokratike Zyrtare, gjithçka. Dhe unë u gjenda në atë moment, u tregua karakteri. Më pëlqen t'ja bëj atyre që vinë nga Partia Demokratike apo që janë pjesë e Partisë Demokratike është kur do vini në pushtet. Shiko, ne do vim në pushtet shumë shpejt, sa kohë shqiptarët të mbushin sheshet e Tiranës dhe të tregojnë pakënaqësinë për të gjitha këto vjedhje që po ndodhin me qeverinë shqiptare, që po pasqyrojnë në të gjitha mediat ndërkombëtare, sepse me këto skandale asnjë qeveri nuk do qëndronte, po do kishte ikur me kohë dhe shqiptarët të dalin në shesh për të siguruar qeveri teknike dhe me të pasur qeveri teknike, absolutisht Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet. Beson ti nga intuita që do ketë një qeveri teknike? Absolutisht po. Mendoj që ka ardhur momenti, sepse kështu, do me thënë të votosh dhe të blihen zgjedhjet, të grabiten dhe të blihen zgjedhjet, nuk mund të vazhdoj kështu. Nuk mund të jenë shqiptarët. Do ketë zgjedhje do të parakoshme apo qeveri teknike? Do ketë qeveri teknike, duhet ketë një qeveri teknike, po kërkohet madje edhe në Kongresin Amerikan është sugjeruar kjo së fundmi, që të ketë qeveri teknike, që të siguroj zgjedhjet lira. Me zgjedhjet lira, absolutisht shqiptarët duan të zgjedhin diçka ndryshe, të zgjedhin Partinë Demokratike. Po hym te kjo pjesë, pastaj do na marri formë tjetër biseda dhe me ty që të shkëlqejnë syt dhe dukesh kaq bukur, nuk dua që ta vesh me kostumin politikës. Unë mund të them këtë gjë, vetëm prezenca ime këtu, bazë gjithë këtyre sfidave të
Partisë Demokratike. Nuk ka qenë diçka e lehtë. Edhe unë mund të kisha zgjedhur një rrugtim që siç e diskutuam, të isha në televizion, Patjetër, ke dorë ta bësh çdo moment. të bëja gjërat e mia, të merresha me punët e mia, me tim shoq, me familjen time. Unë zgjodha të përfshihem këtë fushë sepse unë besoj që mund të ketë më mirë për vendin. Unë dua ta bëjmë vendin më mirë. E besoj këtë gjë. E besoj dhe e besoj që edhe shqiptarët e duan këtë, thjesht duan një shtys për Po për Edi ta Ramën, tejkaluar për Edi këtë Ramën situatë. nuk do kishte punuar ndonjëherë. Jo, nuk do kisha punuar. E besoj që nuk do isha marrë vesh mirë me të, me natyrën që ka. Zëdhënse e ti se imagjinon do të? Jo, nuk e imagjinoj, se kam imagjinuar, se nuk e besoj. Se besoj. Dhe dua tani ta mbyll me atë momentin që ty të plotëson tërësisht. Vërtet kur shtrihesh dhe ke kaluar një ditë plot të gjatë me angazhime e tjera. Kush janë ato, po themi, momentet që të vërtet ta mbushin ditën plot? Cila është ëndra jote dhe ajo dëshira për ta vazhduar me një intensitet ditën nesër? Shiko, Çfarë unë prioritetesh gjithçka, ja unë po them këtë. Absolutisht që numër 1 është familja ime, fëmijët e mi dhe bashkëshorti im. Janë momentet që mua më mbushin, më japin energji, më japin forcë për të bërë çdo lloj gjëje tjetër. Por mendoj që gjithçka që njeriu e bën me pasion, por jo vetëm me pasion për pasionin e tij, por me pasion për të dhënë diçka nga vetja në të mirë të shoqërisë, që dikur e kam bërë me televizionin, tani po e bëj me politikën. Të japi më të mirën e ti, po. Të japi diçka dhe për shoqërinë. E qartë. Edhe pra të japi nga vetja. Kjo është sfiduese në fakt, nuk është e lehta, nuk e bën çdo Po në njeri. fakt besoj që atëherë ndihet njeriu tamam i I plotësuar, e vërtet është. Pra nëse ti bën gjëra vetëm për vete, ti do ngelesh aty te Po jo të vetja gjithë e jote. kuptojnë. Në fakt ky është mesazh shumë i bukur, është një mesazh shumë interesant për ta mbyllur, se thua, edhe bisedën me ty dhe uroj që ta kenë kuptuar ata që na ndjekin këtë këshill, po e quajmë kështu nga ty në mbyllje. Faleminderit për Po të intervistën për mundësinë që ishte një kënaqësi e madhe. Faleminderit. Edhe unë mësova ca gjëra që nuk i dija nga ty në fakt edhe nga detajet e jetës tënde dhe mënyrën se si ti sheh disa gjëra. Të uroj shumë suksese Faleminderit shumë. dhe uroj që jeta jote të jetë mbushur plot me momente të bukura dhe mbi të gjitha ju duhet një fitore. Dhe mbas Ju fitores duhet do një jemi fitore. prapë këtu, edhe do të them që ta kam thënë. Po kështu thoni, pastaj kur fitoni nuk vini më. Jo, mendoj që do jetë krejt e kundërta. Faleminderit Faleminderit. për ka. Rafsh. Okej. Mirë, super. Sa zgjati, mo? Shumë mirë. Zgjatet sa? Ama mos ja fut kohë. Sa më? 1:05. Ama ja. E mo thashë ti, 30 minuta, ti që të flasësh me mua 30 Një orë. Mos e kam dje fare. E ke djeti? and blonde, dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night and blonde, late night.